Përmende Italinë, Azra, tani dua të kthej në Itali atje, ku e theti që ndoshta e ke pasur pak edhe vështirë rikthimin në realitetin ton. Çfarë ke marrë me vete nga Italia, çfarë të ka mësuar përvoja, jetesa, sa do e shkurtër atje, duke marrë parasysh që ne e dim se sa e zhvilluar është jeta, po edhe arti në Itali, për dallim nga vendet tona. Çfarë ke marrë me vete nga atje? Atëherë ka qenë emocioni veçantë, domethënë kretë procedura, duke i përgatitur dokumentet, pastaj nisja duke mbri atje me 2 valigje të mëdha, me ngjyra edhe me gjëra tjera. Sa kohë ke qëndruar? Kam qëndruar pothuajse 5 muaj. Okej, që nuk është pak për ta shijuar Italinë e bukur. Edhe universiteti jon kishte lidhje me 3 universitete tjera, njëra është në Perugia të Italisë, 2 tjerë janë në Stamboll, në Turqi. Edhe unë e zgjodha Italinë. Perugia është një qytet mes Romës dhe Firences, edhe kam shku atje me shumë entuziazëm, edhe natyrisht kam pasur dyshime në fillim se ndonjëherë domethënë vim për një vendi më të vogël, më pak të zhvilluar, se si do jetë eksperienca atje, jemi mjaftueshëm të përgatitur. Po ajo që ishte shumë e bukur është se universiteti atje ishte shumë më i madh, kishin muze brenda në fakultet. Po mbi të gjitha kam qenë shumë e lumtur sepse isha në një nivel shumë të mirë, edhe kam pasur shumë kohë për të pikturuar, për të shëtit, për të gatuar thuajse çdo ditë. Kam pritë edhe shoqe që më kanë vizitu, e kam motrën aty afër që e kam vizitu shumë shpesh. Edhe në fund, ajo që më ka mbet shumë në zemër është se kam shku në provim të pikturës, edhe kam pasur 15 piktura me vete. Edhe profesorët atje u habitën, kam bë aplauz, edhe ishte më shumë si një lloj ekspozite se sa provim. Edhe kam bë shoqëri shumë të mirë, shoqe të cilat i vizitova ta shpejt në Spanjë. Domethënë kam ndet me një grup spanjoll që më kanë bërë kështu, edhe isha vetëm unë në mesin e tyre dhe vazhdimisht më ftonin. Edhe ka qenë eksperiencë e veçantë, kishin shumë kushte. Kam ndjek lëndën e grafikës, skulpturës, pikturës, edhe një lëndë tjetër për vizativ. Edhe e kam shiu shumë, domethënë rishim prej në mëngjes, prej në 7-8 mëngjes deri në mbrëmje atje. Edhe çdo ditë që zgjohesha ishte bukur, edhe një në Itali edhe nuk ke kohë të mërzitesh, se është thjesht motiv të jesh atje. Tamam.